të mira e të hidhura të jetës. Kjo është Violeta Hoxha. Për të, arti, përveç se pasion, është edhe një mënyrë për të shëruar plagët e së kaluarës. Violeta është piktore, por edhe mësimdhënëse për 36 vite, duke ndarë çdo ditë dashurinë për artin me brezin e ri. Si e re, si fëmijë, kom nisë mu marrë me vizatime, në fakt, jo me piktura, po veç me vizatime. Njëherë shkollore, mandej kom po që po më flejnë në zemër, në shpirt, edhe kom vazhdu me piktura, edhe kom qenë dallume në artin figurativ normal në shkollë fillore. Po tash arti është pjesë e shpirtit tim. Une, çka muj me thonë, para luftës kom punime ma të leta pakes. Mirë po pas luftës, se une kom përjetu luftën, edhe si shumë njerëz tjerë, kom përjetu dhimbje, frikë, mirë po asnjëherë nuk jam dorëzu. Kështu që është e mira e krejt kësaj që arti mu më ka kthy një jetë. Do të thotë e kom pas një shkëndi që duna mu kthy. Për gjitha atyne dhimbjeve, mu arti më ka shëru. Edhe ma e mira e kësaj, se na mendojmë që veç artistat i shëron arti, po arti i shëron edhe ata që e shohin artin. Gjatë luftës në Kosovë, ajo përjetoi një nga periudhat më të vështira të jetës së saj. Bashkë me djalin e saj të vogël, shpëtuan për pak nga pushkatimi i forcave okupatore serbe. Kjo la gjurmë të thella në shpirtin e saj, të cilat i ktheu në ngjyra dhe kujtime të shëruara përmes artit. Se kisha marrë me mend që muj mi kalu, që jo më rritën qëfar rrethana, në qëfar kohë, s'kisha mujt me marrë me mend që une kom i përjetu luftën. Edhe me të vërtet e kom përjetu shumë keq. Po normal, ka momente trishtueshme, muj me thonë. Njena që nuk e haroj kur, është kur më kanë qitë me më pushkatu me djalin, aja normal nuk harohet. Ka fillu me mu zbe, fal punës edhe artit. Arti ma ka pështu jetën edhe më shpirtin ma ka shëru. Do të thotë, çdo gjë shka kom përjetune, shka kom pa, e kom kthy dhimbjen, e kom kthy në art. E kom kthy në histori, edhe si që shishini pikturat e mia kanë një do me thonë shumë letëzohen, e kom paraqit gruan si një qëndres të fort, si une që shkom qenë në atë kohë, nan, 3 fëmijëve të vegjël shumë të vegjël, edhe jëm mundu mi ushqy, mi mbështet, edhe moralisht, do më thonë në secilën formë, kështu që unë mas shumë t'i falenderoj në artit. Të gjitha e ka një emocion, ose ka një dhimbje timën, që e kom paraqit në piktura. Ato nuk vrehen, mirë po vijat, format, ngjyrat e tregojnë thellësinë edhe gjendjen e mbrëmshme qysh unë e kom pas, edhe qysh jam shëru. Ka një herë i kom ngjyrat ma të mbyllta, do të thotë qysh më vjen ajo inspirimi, po ka një herë i kom edhe shumë të hapura që fal asaj kohe që une edhe fëmijët e mi kemi kalu mirë në krahasim me qysh kom ni pastaj çka ka ndodh kur jemi kthy prej luftës. Edhe kur të vinë njerëzit edhe mi shohin punimet, e shoh që i vlerësojnë shumë, i pëlqejnë, sidomos shqiptarët, po edhe të huajt që jetojnë jashtë, zakonisht verës ose për pushime, për festa që vinë,
Se cili ka dëshirë me marrë ka një punim me qësi motive edhe mi pas atje. Tash gruja e simbolizon nanën, e simbolizon gruan, e simbolizon vajzën, gjyshen, hallën, krejt këto që dikush ka emocione, i ka, nuk i ka, edhe don mi pas me veti atje. Çdo pikturë që ajo realizon ruan një histori, ndërsa në çdo orë mësimi është një përpjekje për të ndezur dashurinë për artin të të rinjt. Një jetë ku ngjyrat bëhen terapi dhe krijimi një rrëfim i shpirtit. Unë jam ligjëruese e lëndës vizatim dhe pikturë në shkollën teknike, punoj që 36 vjet. Jam shumë apasionante ndaj punës teme, bëj me kënaqësi shumë të madhe, edhe i du shumë edhe nxënëst, edhe ata që punojnë edhe ata që nuk punojnë. Ata që punojnë e kanë atë pasionin e vetë, e kanë atë krijimtarinë e vetë. Me ata mundona edhe ma tepër, se du mi gjetë atë pikën e fortë. Ata që nuk punojnë, mundona edhe aty në mi u gjetë edhe një pikë pak ma dopt, po ligjëroj në drejtim dizajnit. Edhe zakonisht vinë aty nxënësa që janë shumë talentum. Edhe normal që shumë talentum mujnë me qenë 20%, po 80% që është puna. Edhe me ata punoj edhe ma tepër.